Duke zëvendësuar piketat e vjetra dhe emrat e tyre të lidhur më së shumti me lashtësinë, Iliria, Adriatiku, Apollonia, Teuta, një shumicë pushuesish zbarkojnë pa alternativë tjetër pushimi në rreth 10 kilometra bregdet të Durrësit. Dita pushimit përveç se plazhit Durrësit nuk e ku ta kalosh tjetër. Sa i kushton normalisht një qytetari një alternativë e tillë? Që kushton? Per 4 ditë punë. 10.000 lekë. Në restorant apo? Jo, vetëm shumë cigare, pije freskuse. Çfarë u thoni për plazh? Me vetur. Nuk e dim varet 2.000, 2.000, 4.000, do të thënë për 2 persona, mikrobuzi, pastaj ujërat e këto, mund të shkojë 10.000 lekë 2 person. Nuk janë vetëm emrat e rinj të plazheve private, shpesh jo më shumë se disa metra katror. Shumë beton dhe jo pak shkatrim që si ikën dot panoramës së ndërtimeve pranë tyre, sigurisht jo për karshillëk. Ndërsa ndodh të dalë dhe shkuma, jo nga puna, por nga dhapa. Këtu kapelet janë në pritje për t'i bërë fresk ndonjë koke, ndërsa të zotët aktual të tyre duan t'i shesin së bashku me mallra të tjera. Mesërisht del 15.000 lekë vjetra në ditë, fitimi. Fitimi është i pakët. Sa është për shkak? Po shkon ke 20.000 lekë. Nuk ka rëndësi mjeti, me çdo të tillë i rëndësishëm mbetet qëllimi, dhe qëllimi i sotëm i mira vetëve është deti. Sa ju shqetëson pislliku në plazh? Shumë. Që është ujë pisët, krijon infeksione. Ju keni pas një rast deri tash? Ja, konkretisht çuni. Çfarë probleme ka? Shmush me pushra. Megjithatë të vini prapë në plazh. Të vim plazh, po mundohemi të eliminojmë kontaktin me ujin. Prej ujit e ka? Themi ne prej ujit. Ku i dhim mbeturinat që konsumoni? I bashkojmë këtu e i hudhim atë në nej. Nuk është e bezdisur? Ha? Që s'ka mjete në rërë për shumë për pastruar? Po sa bezdisa shumë se s'bojmë shumë me tërina, i bashkojmë me ne i humim andej. Dhe këtu nuk është e thënë që të vetme të qenit të gjalla të jenë njerëzit, përderisa ka dhe 4 këmbës që ju shërbejnë këtyre të fundit. Nuk mendoni se bezdisni tjerët me gomar në plazh? Disi po hallet e lashët na bin deri këtu. Po pse halli? Po do hajmë. Nuk keni mjet tjetër me çfarë traktoni? Asgjë më tepër. Çfarë shisni? Dardha. Me çfarë çmimi? Si demi, i lëkundshëm. Krahasim me tregu. Aty për aty. Mirë që intervista nuk zgjati më shumë sepse fshatarit nuk do t'i duhej më peshorja. Ju e keni të rrethuar pjesën ku pushon pushues? Rrethuar, e siguruar domethënë nga çdo. Siguria për kundrejt çfarë çmimi? Kundrejt një çmimi shumë konsiderueshëm domethënë. Në prej 200 lekë. Nuk mendoj fare me fjalë se me këtë aktivitet që kam fillu do të fitoj si vjet. Unë e thash edhe për para me fjalë, me ato eksperiencë që kam me fjalë, jam gjithmonë me mendimin për të fituar një vit më mbrapa, shumë. Me celular ose me gjumë, me fëmijë ose me shoqëri, të pranuar ose jo nga pushuesit. Gëzimit jeni? I shjakut. Si jeni? E diela me robe banje ofron të njëjtën temperaturë dhe det për të gjithë.